Zjermi i Shkodrës elektronike dogji gazetarët e huaj e rendisin favorit për Eurovision. Teksa festivali ndërkombëtar Eurovision 2025 është duke zhvilluar provat me gjithë këngëtarët përfaqësues të shteteve që do të marrin pjesë, Shkodra elektronike me këngën Zjerm është duke bërë namin. Në një postim, grupi i gazetarëve që ndjekin nga afër çdo punë intensive nga gjithë këngëtarët kanë bërë një renditje pas provave të dyta të gjysmëfinales së parë. Shkodra elektronike është duke na bërë krenar pasi vetëm duke u bazuar nga provat janë renditur në vend të dytë, duke bërë që vendi ynë Shqipëria të jetë një shtet pretendent për të fituar këtë festival. Kujtojmë se sipas renditjes së shpallur, Shqipëria do të performojë e 12-ta në gjysmëfinalen e parë.